Ju hapet shpesh goja dhe nuk dini nga vjen ky shqetësim. Mund të vuani nga këto probleme. Ju ndodh shpesh që pasi ju hapet goja dhe zakonisht kjo lidhet me faktin se jeni të lodhur ose ju flihet gjumë. Ajo është një funksion social ose funksion fiziologjik. Pjesa më e madhe e njerëzve hapin gojën dhe shtriqen kur zgjohen ose kur shkojnë në shtrat. Ju hapet goja nëse jeni të mërzitur ose për të zhbllokuar veshët kur keni udhëtuar në lartësi shumë të mëdha, ose qoftë edhe thjesht kur shpesh keni edhe një lodhje të madhe. Ky veprim ka të bëjë me lëvizjet e koordinuara të muskujve torakal, diafragmës, laringut dhe gojës. Hapja e gojës ndihmon në shpërndarjen e agjentëve lagështues në mushkëri. Sigurisht që kjo do ju bëjë edhe jo më komod. Ekzistojnë gjithashtu teori se hapja e gojës mund të lidhet edhe me probleme të tjera shëndetësore. Prandaj nëse ju ndodh pa arsye, bëni një konsultë.